Ambasadori i Shqipërisë në Zvicër, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, mori pjesë në një aktivitet të titulluar Vallja na bashkon, organizuar në Gjenev nga Rinia Kontakt, një organizat me 28 vite angazhim në shërbim të komunitetit shqiptar. Sipas ambasadorit Dredha, qëllimi është ku edhe produktet shqiptare mbështesin kulturën dhe identitetin kombëtar. Mbrëmja u pasua nga performanca jashtëzakonshme artistike e shoqatës kulturore atletare Agimi nga Prizreni, në ndrejtimin e koreografit Gëzim Sertollaj, grupit nga Kruja me koreografët Uelsi Alushaj dhe Kristian Kavalli, si dhe nga artistët Mimoza Nazarko, Edmond Basha, Bardh Ramadani dhe Art Brand Art, të cilët i dhanë skenës shpirt, emocione dhe krenari kombëtare. Sipas Dredhës, përmes valleve, muzikës, traditës dhe frymës së përbashkët shqiptare, kjo mbrëmje përcoll një mesazh të fuqishëm, pavarësisht kufive, kultura, rinia dhe identiteti ju na bashkojnë. Vallja na bashkon dëshmoi edhe një herë se arti dhe tradita mbeten ura me fort që lidh brezat, forcon unitetin shqiptar në diasporë dhe mban gjallë shpirtin kombëtar kudo në botë. Gjithashtu, në kuadër të aktiviteteve me diasporën shqiptare në Zvicër, ambasadori i Shqipërisë Ermal Dredha mori pjesë edhe në aktivitetin organizuar ADN shqiptare. Nxënësit e klasave shqipe prezantuan një program të pasur artistik me këngë dhe recitime në gjuhën shqipe, ndërsa të rinj sollën valle tradicionale nga treva të ndryshme shqiptare, duke krijuar një atmosferë festive. Ambasadori Dredha vlerësoi angazhimin e mësuesve, prindërve dhe organizatorëve për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare në diasporë, duke theksuar rëndësinë e transmetimit të tyre tek brezat e rinj.